nëse një burr i martuar thot të ban me u dashuruan ta, duke mohu gru e fëmijë, mëkati është i të dyve. Pra kjo motra është dashuruar me një burr i cili e ka lënë gruan e vet anash, fëmijët e vet anash, nuk i do, i përzaj, i bërtet, s'u jep me hongër me pi, edhe çka ka bë, është dashuruar këtë vajzën, edhe çdo se një jep kësaj, del me çmas saj, është gjunaj të dyve. Po normal që është i të dyve gjunaj. Se e para, ai është të bo haram, sepse me ty po dashurohet në formë haram. Nëse duhet mu martu, duhet mu martu halal. E dyta, edhe nëse vjen punat e martesa, e dytë, duhet me pas drejtësi me të parën. Çdo rregull islam s'ban me e thuj se është haram, haram, haram. Haram. Tash gjuje bom parën se ka gjetë djali aty një tjetër. Kujdes se ka ditë kiametit. Veç me halal. Pi halalit mos u tutni, pi haramit tutni. Keni frikë. Jo me shku le fëmin edhe grun edhe fëmijët pa ushqim edhe shko kësaj zojes dy tash apo kupton plotësoja qefet edhe lukset edhe ku e di çka. Jo habibi jam, jo nuk shkan ashtu. Dini Allahit, Allahu xhel ka lyp drejtësi për çdo kan. Edhe ti ki gjunan këto kilimili këto lojna që i ban. Veç drejt, veç me halal. Harami nuk mbjetan. Halalin mbjetan sado që e urrejnë bota. Halalin e urrejnë dy kategorit njerëzve. Ata që s'munën me mritë halale, s'kan burni, edhe dyta kurvart. Kurvart, martesën e dytë e urrejnë se ata vet ju prishen strufullat e haramit. Edhe do ziliqar që vetë sun e bëjnë një gjatë tillë, pastaj qonë edhe lëng flasin poshtë nalt. Veç me halal.